Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në motelin Berati në fshatin Slatin të Fushë Kosovës, ku një burr është gjetur pa shenja jete në një nga hapësirat e motelit. Burimet bëjnë të ditur se viktima është Sen Kadria. Sipas informatave, njësia policore ka arritur menjëherë në vend ngjarje, ku nga personeli mjekësor është njoftuar se 60 vjeçari kishte ndërruar jetë. Mjekët nuk kanë vrejtur shenja dhune në trupin e viktimës, ndërsa dyshimet e para janë se vdekja mund të ketë ardhur si pasojë e arrestit kardiak. Në vendngjarje kanë dalë njësia e hetimeve dhe forenzika, të cilët kanë kryer ekzaminimin e plotë të lokacionit dhe kanë mbledhur provat fillestare lidhur me rastin. Po ashtu janë intervistuar edhe 2 dëshmitarët, gruaja që e shoqëronte DG, rreth 52 vjeçare, dhe një person tjetër, të cilët kanë dhënë deklarimet e tyre lidhur me rrethanat në të cilat ishte gjetur viktima. Në vijim të zhvillimeve, njësia e hetimeve ka njoftuar edhe hetimet rajonale për krime të rënda, të cilat kanë udhëzuar vazhdimin e procedurave hetimore.